Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Tech Imp, emisioni ku flasim për teknologjinë më të fundit, pajisjen më interesante dhe rristit që po ndryshojnë botën. Unë jam Kristi Gjikoka dhe sot do të shohim dy produkte shumë të përfolura në botën e teknologjisë. Njëri në fakt sjell një eksperiencë futuriste me një realitet të përzier, ndërsa tjetri është një nga telefonët më të fuqishëm të momentit. Le të fillojmë me një herë. Produkti i parë për sot është pikërisht Apple Vision Pro. Kjo është pajisja më futuristike që Apple ka krijuar deri tani. Nuk është një palë syze, është një headset mixed reality që kombinon botën reale me elementet virtuale. Tani ne do shkojmë në disa tema të ndryshme si dizajni, teknologjia e saj dhe shumë të tjera. Tani jemi në temën e dizajnit. Apple Vision Pro në fakt ka një dizajn premium me alumin dhe me xham në pjesën e përparme. Pajisja duket moderne dhe shumë elegante. Në anën e sipërme ndodhet një buton kontrolli, ku përdoruesi mund ta navigojë jo vetëm aty, por ai mund ta navigojë gjithashtu, edhe me sy, edhe me duar, por edhe me zërin e tij. Kështu që butoni në fakt aty nuk është shumë i përdorur dhe për më shumë të përdoruesve nuk është e nevojshme. Tani le të shkojmë në temën e karakteristikave të Apple Vision Pro. Tani do të kalojmë nga tema e dizajnit në temën e karakteristikave të Apple Vision Pro. Një gjë shumë interesante është pikërisht ekrani ultra i qartë me miliona piksel. Kur e vendos pajisjen mund të hapësh aplikacione virtuale përpara syve, mund të shohësh filma sigurisht në kinema ose mund të punosh me shumë dritare njëkohësisht. Apple ka shtuar gjithashtu edhe kontrollin me sy. Pra pajisja kupton se ku po shikon. Pra Apple Vision Pro është pakëtuar me shumë funksione të shumta që të bëjnë të dukesh siguria në një botë komplet tjetër. Tani do të shkojmë në temën e radhës. Tani do të kalojmë tek avantazhet e Apple Vision Pro. Apple Vision Pro në fakt ka 4 avantazhe kryesore. Ai ka një eksperiencë shumë futuristike, ai ka një cilësi shumë të lartë ekrani, ai ka një kontroll pa telekomandë dhe gjithashtu është shumë ideale për filma dhe për punë kreative. Tani do të kalojmë tek disa avantazhet për shkak se asnjë produkt në botë nuk mund të vajse vetëm me avantazhe. Si gjithmonë do të kemi disa avantazhet. Le të kalojmë aty. Tani kemi të disa avantazhet, ku mund të themi që sigurisht ka edhe disa probleme. Do të fillojmë me çmimin. Çmimi është shumë i lartë dhe bateria nuk zgjat aq shumë gjatë përdorimit intensiv dhe e dyta, gjithashtu, ju të gjithë janë mësuar të mbajnë headset për shumë orë, për shkak se nëse ju doni të kryeni një punë shumë intensive, headseti do të jetë i detyruar të mbahet për shumë orë të gjata. Kështu që do mund të bëhet shumë e lodhshme dhe mund të shkaktojë probleme me kokën tuaj. Tani do shkojmë tek mendimi final. Pra, mendimi final për këtë produkt në bazë të produkti i dytë për këtë episod. Tani do të kalojmë tek mendimi final për Apple Vision Pro. Apple Vision Pro, edhe pse është shtrenjtë edhe mund të bëhet e lodhshme për kokën tuaj, Apple Vision Pro tregon se si mund të duket teknologjia e së ardhmes. Është një produkt që ndoshta do të ndikojë shumë në vitet e ardhshme. Pas një pajisje futuriste, tani do të kalojmë te një smartphone e cila fakt po dominon tregun Android dhe është pikërisht Samsung Galaxy S25 Ultra. Dhe të shkojmë. Tani jemi në pjesën e dytë të programit, ku do të prezantojmë produktin e dytë të këtij episodi, e cila është pikërisht Samsung Galaxy S25 Ultra. Ky telefon konsiderohet nga shumë persona si një nga telefonët më të fuqishëm dhe më profesional të momentit, dhe konsiderohet gjithashtu si një telefon më i mirë se Apple 17 Pro Max. Ky produkt në fakt ka dalë në shkurt dhe në fakt është një produkt shumë i pritur nga fansat të shumtë të Samsungut. Tani të shkojmë pak në tema të ndryshme si dizajni të tjerë. Le të fillojmë me dizajnin. Në temën e radhës, e cila është dizajni. Galaxy S25 Ultra ka një dizajn premium me korniza metalike dhe ekran shumë të madh. Telefoni duket modern dhe elegant, sidomos me ekranin pothuajse pa border. Ky telefon është shumë më i preferuar se sa Galaxy S24 Ultra për shkak të pikërisht të cepave.
Se për më para, Galaxy S24 Ultra vazhdon të kishte me një lloj dizajni katror, e cila në fakt i bënte cepa shumë të ashpra edhe nuk ishte shumë e rastshme për ta marrë në dorë. Por tani Galaxy S25 Ultra e ngatëshuar atë duke bërë cepat më rrethore, e cila në fakt është shumë e preferuar sepse është më e rastshme për ta mbajtur. Tani le të shkojmë tek një pikë tjetër, e cila në fakt është një nga pikat më të rëndësishme të blerjes së telefonit dhe është pikërisht kamera e saj. Tani jemi tek tema e kamerave. Një nga pikat më të forta të telefonit është pikërisht kamera. Samsung ka përmirësuar shumë cilësinë e fotografive dhe videove, sidomos tek ky telefoni, dhe ky telefon në fakt mund të regjistrojë me cilësi shumë të lartë dhe ka një zoom absolutisht të fuqishëm. Kur flasim për zoomin, por është një nga zoomi më të mira në botë, për shkak se zoomi mund të arrijë në 100x, e cila do të thotë që mund të kapi foto të hënës, ku në fakt ja kapur disa persona që kanë kapur foto shumë të afërta të hënës. Tani të shkojmë në performancën e saj. Tani jemi në temën e performancës. Procesori i ri në fakt e bën telefonin shumë të shpejt, lojrat, aplikacionet dhe multitasking në fakt funksionojnë komplet pa probleme, dhe gjithashtu bateria zgjat gjithë ditës, ku janë bërë disa testime nga persona të shumtë, dhe bateria ka dhënë rezultat që zgjasi më shumë se 10 orë në ditë, e cila është në përdorim normal. Nëse do ishte me përdorim më të fuqishëm, si për shembull lojra intensive, punë intensive të tjera, mund të zgjasë rreth 5-6 orë, e cila përsëri është një bateri shumë e shkëlqyeshme. Tani do të kalojmë pak te inteligjenca artificiale. Tani jemi në temën e inteligjencës artificiale. Samsung në fakt fokusohet shumë tek AI, ose ndryshe IA, shkurtimisht inteligjenca artificiale. Telefoni mund të përkthejë biseda, të modifikojë foto automatikisht, të ndihmojë përdoruesin në shumë detyra. Pra, teknologjia artificiale është fakt një nga arsyet më kryesore pse njerëzit blejnë Samsung, për shkak se AI në fakt ka inteligjencën artificiale më të avancuara në botë. Tani do të kalojmë pak te avantazhet dhe disavantajet e Samsung Galaxy S25 Ultra. Tani kemi disa avantazhe. Avantazhet kemi në fakt 4 kryesore. Kemi kamerën, e cila në fakt është shumë e fortë, kemi performancën e saj të lartë, ai ka një bateri shumë të mirë dhe ekrani është fantastik. Ndërsa disa avantazhet kemi 2. Kemi përsëri një radhë e cila është pikërisht çmimi, sepse çmimi është shumë i lartë dhe ajo arrin tani deri në 1299 euro. Dhe madhësia në fakt mund të jetë një problem për disa përdorues, për shkak se madhësia e saj është pikërisht 6.7 inch, e cila në fakt mund të jetë tepër e madhe për disa përdorues. Tani do të shkalojmë tek një krahasim i shkurtër midis këtyre dy produkteve. Tani kemi një krahasim të shkurtër midis dy produkteve. Edhe pse Vision Pro se në fakt një eksperiencë futuristike, Galaxy S25 Ultra është një pajisje praktike për një përdorim të përditshëm. Mirë të dashur miq, këto ishin dy produktet e sotme në Tech Imp. Apple Vision Pro na solli një ide të së ardhmes, ndërsa Samsung Galaxy S25 Ultra tregoi se sa larg kanë arritur smartphones modern. Nëse ju pëlqeu ky emision, mos harroni të shpërndarni, të lini një koment dhe të tregoni se cili produkt ju pëlqeu më shumë. Faleminderit që na ndoqët dhe rishihemi në episodin tjetër të ardhshëm në ditën e ardhshme në Tech Imp.